Kunati im çdo natë vjen në dhomë dhe më bën histori reale që po shokon të gjithë. Nëse mendoni se gjërat e frikshme ndodhin vetëm në filma, kjo histori do t'ju bëjë të mendoni ndryshe. Një grua e re ka vendosur të flasë për herë të parë për një sekret që e ka mbajtur të fshehur për muaj me radhë. Një sekret që ndodh çdo natë, brenda të njëjtës shtëpi, mes njerëzve që duhet të ishin familje. Sa po fiket drita dhe shtëpia hesht. Ai vjen, thot ajo. Një natë që përsëritet pafund. Kunati i saj, vëllai i burrit, filloi në fillim me gjëra të vogla, shikime të çuditshme, fjalë të pakuptimta që askush tjetër nuk i dëgjonte. Por me kalimin e kohës situata përkeqësua. Çdo natë hyn në dhomë pa trokitur. Unë ngri, zemra më re fort dhe nuk di çfarë të bëj, rrëfen ajo. Ajo thekson se nuk bëhet fjalë për një incident të vetëm, por për një situatë të vazhdueshme që e ka shkatruar psikologjikisht. Pse nuk i tregon askush? Shumë njerëz po pyesin, pse nuk i ke thënë burrit? Pse nuk është larguar? Përgjigjja e saj është tronditse. Kam frikë. Frikë se nuk do të më besojnë. Frikë se do të më fajsojnë. Frikë se familja ime do të shkatërohet. Ajo jeton në një shtëpi ku heshtja është bërë mburoj, por edhe burg. Një histori që ka ndarë opinionin publik. Që nga publikimi i kësaj historie, komentet në rrjet kanë shpërthyer. Disa e mbështesin dhe i kërkojnë të flasë e të tjerë e gjykojnë pa e ditur realitetin. Ekspertët thonë se shumë gra përballen me situata të ngjashme, por zgjedhin të heshtin për shkak të presionit shoqëror dhe familjar. Vendimi që mund të ndryshojë gjithçka. Ajo thotë se është në kufijtë e durrimit. Nuk mund të jetojmë më kështu. Ose do të flas, ose do të largohem. Por kjo histori nuk do të mbyllet në heshtje. Nëse kjo histori ju preku, abononi në kanal. Vendosni like për të mbështetur zërat që nuk guxojnë të flasin. Shkruani në komente çfarë do të bënit ju në vendin e saj.